Pas rreth 5 orësh kërkime, policia e Vlorës ka mundur që të identifikojë, të lokalizojë dhe të vëjë në pranga autorin e vrasjes së 36 vjeçarit në fshatin në Gjormë, ngjarje të ndodhur përgjatë mbrëmjes të së shtunës. Është arritur që të arrestohet 32 vjeçari, djali i tij Xhaxhajt, si autor i kësaj ngjarje të rëndë në një zonë të thellë malore, pikërisht të fshatit të Gjormë. Më pas, policia e ka shoqëruar drejt ambienteve të Komisariatit të Policisë së Vlorës, ku ka marrë edhe dëshminë e autorit. Policia fill pas ngjarjes ka nisur kërkimet në fshat për kapjen e autorit, duke ditur edhe nga dëshmit e dëshmimtarëve në vendin e ngjarjes se 32 vjeçari Bertil Alliaj ishte nisur të fshihej drejt maleve. Policia e Vlorës e ka përqendruar kërkimin në zonën e thellë malore të Gjormit. Pas 5 orësh në arati, Bertil Alliaj është mundur të lokalizohet dhe të vihet në pranga. Evidentimi i tij është bërë i mundur nga përdorimi i dronëve termik, të cilët e kanë identifikuar Bertilin aty se ku ky i fundit fshihej në një zonë të thellë malore. Ky është edhe momenti kur Bertil Alliaj, djali i Xhaxhajt të viktimës, është vendosur në pranga. Sipas burimeve nga grupi hetimor, Bertil Alliaj, kur e ka parë veten të rrethuar nga uniformat blu, nuk ka bërë rezistencë, ka ngritur duart lart dhe ka thënë thjesht dorëzohem. Është marrë në pyetje disa herë, edhe në vendin e ngjarjes, por edhe në policinë e Vlorës, por nuk e ka treguar motivin e vërtet të kësaj ngjarje. Ka thënë vetëm që ka një motiv të fortë për të vrarë kushuririn, por këtë motiv do ta tregoj më vonë. I kanë gjetur gjithashtu në momentin e arrestimit armën e kryerjes së vrasjes, një pistolet të llojit Beretta FS-90, si dhe një karikator me 10 fishek. Gjatë kthyrjes së vendit të ngjarjes u gjetën dhe sekuestruan si prova materiale 6 gëzhoja, por gjithashtu edhe një predh armë zjarri. Bertil Alliaj duhet të ishte në burg prej vitesh, pasi ai është pjesëmarrës në masakrën e Çoles, ku mbetën të vrarë 3 të rinj pas një konflikti banal mes dy grupe të rinj që përfundoi në konflikt me armë dhe la pas 3 viktima. Autori i vrasjes së Dalan Alliajt rezulton i dënuar në mungesë me 35 vite burgim si pjesëmarrës në masakrën e Çoles. Ai vazhdonte në kërkim prej vitit 2015, kohë kur ndodhi masakra e Çoles deri në kryerjen e vrasjes së 36 vjeçarit kushëririt të tij. Siç e konfirmoni edhe policia e Vlorës në deklaratën për media këtë të diel, Bertil Alliaj rezulton gjithashtu person në kërkim, me njerë pas kapjes së tij është ekzekutuar edhe vendimi që mban datën 20 janar 2016 i gjykatës së shkallës së parë në Vlorë, e cila e ka dënuar Bertil Alliajn me 35 vite burg për veprën penale, vrasje në rrethana cilësuese, kryer në bashkëpunim si dhe mbajtje pa leje.